Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takohem të shikues të nderuar, edhe kësaj here me mysafir të ndryshëm nga xhallarët e komunës së Prishtinës. Sot për diskutuar bashkë kemi zëvendëskry imamin e komunës së Prishtinës, Idris Efendixhi Goli. Mirë se ke ardhur hoq. Zoti ju shpërblet. Po ashtu kemi edhe imamin e xhamisë së Lagjës Spitalit, ose e njohur si Xhamia Bedri Kamberja, po? Imamin Labinat Efendi Maliqi. Mirë se erdhe hoq. Zoti ju shpërblet dyve që ju keni përgjigjë ftesës. Inshallah do të diskutojmë së bashku rreth të mirave që i ka ky muaj i bereqetshëm, muaji i Ramazanit, po të njëjtën kohë edhe pak do të ndalemi tek aktivitetet si të Këshillit Bashkisë Islame, po ashtu edhe aktivitetet që i bën xhamia në fjalë që e përmendëm më herët. Hoxhi nderuam rreth dobive, mirësive, të mirave që i ka ky muaj, edhe pse janë shumëta, po disa prej tyre që mundemi mi përmend. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu xhaleshanu, i cili na ka drejtuar dhe na ka udhëzuar në rrugën e drejtë, në rrugën e paqes, në rrugën e tolerancës, në rrugën e cila na shpjer për në xhenet. Paqja dhe shpëtimi Allahu xhaleshanu që për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka shpjegu këtë fe, na ka qartësu këtë fe të pastër, edhe ka shkarku obligimin që kam pas mbi supët e tij. Knasia dhe razia Allahu xhaleshanu qoftë edhe mbi sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mbi të gjithë ata të cilët e përqafojnë dhe nderojnë fen tonë, fen islame. Për më folë për muajin madhështor, muajin Ramazan, kemi shumë më folë për te, por na do të cekum disa çështje lidhe me dobit fizike dhe shpirtërore sa i përket agjerimit muajit Ramazan. Agjerimi Ramazan në aspektin fizik ka dobit shumëta. Duke filluar nga se ne abstenojmë për ushqimit dhe pijes, kështu që dobi ka edhe lukthi, edhe zemra, edhe truri, edhe shqicimi, edhe sheqeri në gjak, edhe kolesterola, edhe gjithçka ndihmon edhe është një mjek i cili e shëron trupin e njeriut pa operacion. Prandaj Allahu xhaleshanu e ka bërë edhe obligim mbi besimtarin agjerimin e muajit Ramazan, ku kemi shumë dobi si fizike ashtu edhe shpirtërore. Prandaj gjithë ata të cilët dëshirojnë të kenë një shëndet më të mirë, është rrugës përveç se muajit Ramazan, edhe në ditë tjera për shembull tonë në tajte ta vazhdojnë për arsye se ka dobi të shumta fizike. Kurse në aspektin shpirtëror, kërkoj falje, po bëj mohabet. Para se me dalë te aspekti shpirtëror. Këto që e përmene, jep me kuptu dhe ndërlidhet pikërisht me thonin pejgamberit e sam që ena ma e keqe që mundet më mush, është stomaku, lukthi njeriut. Domethënë, ose haditi tjetër që thot pejgamberi sa kur të hani një pjesë ose një tretën lënë për ushqim, një tretën për pije, një tretën për frymarrje. Domethënë që edhe në Ramazan duhet me kënd kujdesshëm mos me tepru me ushqim, po me lanë do të thot pak unë vetën e jo me tash s'kam hongër gjithë ditën me tepru se tani të kap gjumi, organizmi ka probleme se gjithë ditën s'ka hongër. Pikërisht për këtë preferohet që me fillu me ujë, me ndonjë llokom ose hurmë, tani me fillu me ushqimin. Thjesht pak a dim për shikues para se të kalojmë te dobi. Zakonisht edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij gjithmonë e ka preferuar që iftarin mos më fillu me ushqim, po ka fillu me kokra hurme, me ujë, pastaj kanë fal namazin, pastaj kanë kthy ushqimin. Domethënë e ka kriju një largësi, domethënë në mes agjerusit edhe sofrës të agjerusit. Domethënë kanë hangër hurme, kanë pi ujë, kanë fal namaz, tani ka kthy ushqimit. Kjo dihet më kuptu se
edhe Ramazani krijon një edukat të ushqyerjes. Jo më fillu për shembull më njëherë në sene ushqime trona, kështu që pastaj agjëruesi mos u pas mundësi mu fal, se në gjatë Ramazanit përveç namazit yatsis ti ki dhe namazin e taravive. E nëse ti mirësh atëherë vetëm me ushqimin edhe rënon organizmin, ti nuk do të jesh i aftë më kon aktiv në namazin e taravive. Dobi shpirtërore. Kurse sa i përket dobive shpirtërore, njeri shpirtin e agjëruesi e mon me disa gjëra që Allah xhaleshanu i ka përmend Kur'an, premtime që i ka përmend Kur'an. Premtime që i ka përmend Zoti në Kur'an thotë se ai i cili më përkujton mua, unë e përkujtoj atë. Fadhkuruni adhkurkum. Washkuruli wala takfurun. Po edhe ai i cili më falënderon mua, unë e falenderoj atë. Po ud'uni astajib lakum. Thërrni mua, unë ju përgjigjem juve. Po edhe pendoni te Zoti se Allah xhaleshanu e fal ai i cili pendohet. Prandaj na peshohëm çfarë state po jetojmë rrethona të cilat jemi dalë për një fushate, për një zgjedhje, peshohëm se njerëz janë të angazhuar me politike, tha ky ashtu e tha ashtu. Është mirë që gjatë muajit Ramazan gjuha e tij të jetë angazhuar me përkujtimin e Allahit. Ai është ilaçi shpirtëror, përkujtimi. Nëse ti përkujton Zotin, Allah xhaleshanu në atë moment është të të përkujtu ty, se ka premtuar në Kur'an. Falënderimi e falënderon Allahin për mirësitë, për begatit, kur të shehesh, kur të shpi xhumet, kur falë namazin, gjithçka, çka të rrethon e falënderon Allahin xhaleshanu, vetëm fjalë elhamdulillah nuk ka peshë më të madhe te Zoti. Prandaj gjuha jon dhe të jetë angazhuar me falënderim të Allahit xhaleshanu, e sidomos gjatë muajit Ramazan. Gjithashtu edhe me thirr Zotin, me lut Zotin xhaleshanu. Qëre muslimoni gjithmonë bën gabime. Ka gabime. Po edhe gabimin që e bën ndodh që edhe harron. Se vetë njeriu është ai i cili harron. Por kur të lut Zotin xhaleshanu, të thirr Zotin, Allah i përgjigjet thirrjes sate, se na ka premtuar Kur'an, na ka garantuar Kur'an. Prandaj mos jemi koprac në gjatë muajit Ramazan, edhe mos ta lutim Zotin. Gëzimin më të madh i lëm me Allah e ka kur na e lutim Zotin. Kur i ngritim duart. O Allah, mundsona këto. O Allah, shërona. O Allah, falna. O Allah, drejtona. O Allah, udhëzona. Gëzimi më i madh i Zotit xhaleshanu është kur besimtari i ngrit duart edhe lut Zotin. Allah nuk ka qitë kushte për lutje. As ki nevojë mu çu mu vesha, koha, rrethonata, po në çdo moment kur të ki dëshirë, lutë Zotin xhaleshanu. Ka ardhur në hadith, më kujto hadithi që Allahu thot kur dikush e lut, vënë mos më u përgjigj lutjes tina për shkak se Zoti ka qef më janë një zonën, se ka do njerëz që po kur janë zor ta kërsosin derën. Kur të kryjnë punën mos i shekur. Njëtë të Zotit. Zoti ka qef që më javni zonin vazhdimisht atyne, për këtë arsye Allah nuk ja pranon më njëherë lutjen aty, ha? E kemi kohën tash, iftarin është momenti më i afërt me Zotin xhaleshanu, momentin kur shtrohet iftari, edhe ne e presim iftarin e gatshëm, por nuk fillojmë derisa të vjen momenti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, lut nëse doja e agjëruesit nuk kthehet në moment mbrapsht. Prandaj ta shfrytëzojmë rastin. Ta bëjmë pastrimin shpirtëror në çat moment, momentin më dur që Allah e xhaleshanu po ta mundson. Nuk është veç thonje kështu. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë ka lut Zotin, o Allah mundson Ramazanin, ta pritet Ramazanin. Për shkaqe që ka ditë sa dobi edhe sa gjonat janë, sa beneficione janë gjatë muajit Ramazan. Prandaj edhe muslimani është aty nuk ka perden e mes Zotit edhe agjëruesit, momentin kur e pret iftarin edhe lut Zotin, Allah i xhaleshanu i përgjigjet. Edhe momentin e sejdës. Tash na përveç yatsis folëm edhe taravi, folëm namaz, taravive. Sa herë bim sejdë e lusim Zotin Allah i xhaleshanu na përgjigjet. Prandaj gjitha këto janë gjëra të cilat
e pastrojnë shpirtin e njerit. Nuk është, pejgamberi sallallahu nuk ka nevojë Zoti xhaleshonu me lënë agjërimin e pijen, derisa nuk e lën gibetin, përgojimin, thashë themet e ato gjëra tjera, se dëmtojnë agjërimin. Vetëm momentin kur del ai para Zotit xhaleshonu çdo besimtar i cili nuk i kalon këto gjëra, që janë ndalune, kur del agjërimi i tij është avullu, është djeg. Për çfarë arsye? Pse nuk e ka një përgatitur në aspektin shpirtëror. Nëse ti agjeron, abstenon prej ushqimit dhe pijes, se nuk abstenon prej gjërave të cilat janë thashë theme, përgojime, shpifje, e fjalë tjera, atëherë nuk ka Zoti xhaleshonu nevojë për atë agjerim. Prandaj gjua jon të jetë angazhuar me përkujtim. E sidomos me lutë Allahin xhaleshonu që Zoti xhaleshonu na fal mëkatet. Ai çdo njeri tham ka mëkate, po më i miri gabimtar kush është? Ai i cili kërkon falje te Allahu xhaleshonu. Prandaj besimtari duhet mu përgatit jo vetëm me lënë përgatitje fizike, po edhe shpirtërore. Nga se këto e bojnë më të vlerëshëm agjerimin edhe e bojnë të pranueshëm te Allahu xhaleshonu. Hoxh Labinot, a keni diçka më shtu rreth kësaj që ka u fol, para se të kalojmë tek pika që e pres me padurim edhe të ju, po edhe të Zëvendëskër Imami. Zoti shpërbleft Zëvendëskër Imamin ton, të respektum Mullaj Drizin për gjithë këtë përmbledhje kaq të mrekullueshme dhe bukur. Natyrisht Ramazani është një muaj, zotëri gjithë muajve tjerë, është muaj i veçantë që Zoti e ka zgjedhur për të agjëruar, siç e përmend dhe Zoti në Kur'an, që ju kam urdhëruar që të agjëroni Ramazanin, për shkak se kanë qenë të urdhëruar edhe ata që kanë qenë para jush. Dhe qëllimi i agjërimit është që të bëhemi të devotshëm. Pra jo që qëllimi kryesor i agjërimit nuk është që të distancohemi prej ushqimit dhe pijes, marrëdhënieve intime dhe të tjera gjëra që në parim janë të lejuara, por gjatë kohës nga syfyri deri në iftar, Zoti ka kërkuar nga ne që të privohemi nga këto mirësi, në mënyrë që të bëhemi të devotshëm. Dhe mbi gjitha agjërimi synon disiplinën tonë, disiplinën shpirtërore, disiplinën mendore, disiplinën edhe mënyrën të ushqyere që përmendi edhe Zëvendëskër Imami më herët. Kërkoj falje, po bëj muhabet kështu. A do të thotë kjo që është qëllimi kur Zoti po na ndalon prej diçka që e ki halal? Dhe të njëjtën kohë e ki mundësinë me pas afër vetit, për shembull ushqimin, pijen. Po Zoti po thotë den që të kohë s'ki me hongra, s'ki me pi. Po. A është edhe një mësim që mja ditë që thot populli shqyqyrin, mja ditë falenderimin Zotit që u përmend me falendëru Zotin që dikush nuk e ka. Absolut. Unë e kam po s'peha se deri në kohë caktume, po dikush edhe në kohën e caktume, kur dhja iftarit s'ka çka hanë. Absolut. Që mja ditë shqyqyrin qasaj që e ki. Se kur diçka që e ki ton kohën, mo tani aty duket ajo sikur me ta pas bërë që i thot populli, ha? Po. Natyrisht përveç që duhet na shtohet ndjenja e falënderimit ndaj Zotit për mirësitë që i gëzojmë dhe njëkohësisht kur jemi agjërueshëm, jemi larg këtyre mirësive për shkak se duhet ta agjërojmë, duhet distancohemi prej tyre për një kohë të caktuar. Natyrisht gjatë kësaj kohe na kujtohen ata që dhe jashtë Ramazanit i mungon ushqimi, i mungon pija, i mungojnë gjërat më elementare, por njëkohësisht, siç thash, është edhe një lloj vetëdijsimi që na bën, një lloj disipline që na jep, që kjo mënyra e agjërimit e edukon edhe epshin ton, e edukon edhe mënyrën që të përmbahemi edhe nga egoja për të ushqyer tepër, nga se edhe vetë Zoti në Kur'an e përmend hani dhe pini, por mos e teproni. Dhe kjo duke ndajt për një kohë caktuar pa ngrënë, pa pirë dhe të martuarit jashtë marrëdhënieve intime kështu me radhë, është një edukat që ata të jenë përmbajtur natyrshëm nga mirësitë që në parim janë të lejuara, por mos jemi edhe për atyre që bëjnë teprime në ushqim dhe gjërat e tjera. Por mbi gjitha disiplinën që kërkohet gjatë Ramazanit është që të pastrohen zemrat tona me pendim, me kërkim falje tek Allahu në mënyrë që të jetë një zemër e përgatitur
dhe pastërt për ta adhuruar më të pastërtin, Zotin e madhëruar. Nga se Zoti është i pastërt dhe i pranon veprat e mira vetëm se nga të pastërtit, nga ata që kanë qëllime të pastërta. Prandaj, secili nga ne duhet të mundohet të përshtatet kësaj disipline, për ndryshe nuk ka efekt agjerimi, siç e përmendi edhe zëvendës kryemami i nderuar, Mullai Idrizi, që ka thënë pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salam, kush nuk e lën ushqimin dhe pijen, kush nuk e lën fjalën e keqe dhe veprën e keqe, Zoti nuk ka nevojë që ai të distancohet nga ushqimi dhe pija. Prandaj, për qenë një agjerim i pranueshëm dhe për të arritur qëllimin e agjerimit që të na bëjë të devotshëm dhe të na pastroj shpirtin tonë, dhe të na afrojë me Zotin tonë, natyrisht duhet ta ruajmë shikimin tonë, duhet ta ruajmë gjuhën tonë, duhet ta ruajmë mendimet tona se çfarë po mendojmë atë. Duhet ta zgjedhim shoqërinë me kën po shoqërohemi. Dhe mbi gjitha duhet ta shoqërojmë çdo ditë se si është raporti jonë me Zotin tonë. Sa po e ndëgjojmë, sa po e duam Zotin, sa po e ndëgjojmë fjalën e Tij, dhe sa po jemi në gjendje ta zbatojmë urdhrat e Tij. Urdhrat e Tij. Hoxhi ndërum pak kishim pas dëshirë me na folë edhe rreth të shikust me ditë rreth aktiviteteve. Këshilli organizon aktivitete të vazhdueshme, jo vetëm Ramazan, por gjatë Ramazanit këtyre ditëve besoj që intensiteti i aktiviteteve është pak më i madh se sa ditëve tjera. Para kësaj deshta më lidh me atë që the për falënderimin që Zoti na përgatit, që njeri me mendu edhe dikush kur të vjen iftari, nuk ka edhe çka han. Ka pas ndodhur edhe përmendshën shpesh, e ka thirr dikush për shtete afrikane, e ka thirr miftiun e një shtetit islam. Edhe ka thonë, a moj me vazhdu agjerimin prap masi të haj iftar, për shkak se nuk kam çka haj iftar. Masi të bëhet iftari, ja? Po, masi të bëhet iftari, domthon nuk ka ushqim, po me vazhdu prap me agjerim. Edhe nuk ka mujt me kap truni që ka mundësi njeri, vjen iftar dhe s'ka çka han. E përsa ta duhet me falendru Allahin xhaleshanu, që gjitha të mirat përshtrohen sofër, me pret iftarin, por njëkohësisht të mendu se dikush edhe nuk ka që ashtran një iftar. E ti kur i kia të mira, më thonë elhamdulillah, që Allah i xhaleshanu në ka bërë rrezik. Ata janë njerëz, ata kanë gjak, ata kanë zemër, por Zoti i xhaleshanu e falenderon ata të cilët e falenderojnë. Kurse sa i përket aktiviteteve, Këshilli i Bashkisë Islame gjatë muajit Ramazan i shton aktivitetet në gjitha xhamit që gravitojnë komunën e Prishtinës, duke atë dije që falen taravit, po edhe ders para taravive, edhe ligjëratat ndryshme, tribunat ndryshme, gjithashtu edhe mualimet e cilat gravitojnë dhe shtrojnë aktivitet në për xhamijat, domthon Këshillit Bashkisë Islame në Prishtinë, shtojnë me mësimin e nxënësave, mësimin e shkronjave të Kuranit, mësimin e namazit, e shumë gjëra tjera. Domthon që gjatë muajit Ramazan është një dobi se e shtojmë aktivitetin, e dyfishojmë, trefishojmë në mënyrë që mirë shërby edhe fëmijëve diçka për edhe besimtarëve gjatë këtij muajit Ramazan. Zotën është mendoj që është kogja një përgjegjësi para Zotit këtë muaj mos mishtu veprat e mira. Për arsye që Zoti edhe gjithësinë me fillimin e hanës 3 e bën që ma letë robi me punu punë të hajrit. Sikur që ka orë pejgamberi sa që ka thonë mbyllën dyrët e xhenemit, hapën dyrët e xhenetit. Dhe të rrugët për me punu mirë janë të hapne, janë më të lehta, veç a dënë me punu. Kështu që kjo që ka thatë, edhe ajo që shihet në terren, me të vërtetuar që Ramazani është muaj për ata që dojnë, është mundësi shumë e madhe për me bo vepra të hajrit, veç a kanë interesim. Hoxh Labinot, kur jemi të xhamia e lagjës Spitalit, njët edhe në opinion, kemi pa edhe në për rrjetet sociale, është një xhami bukur aktive, falë rezultatit edhe angazhimit juve si imam atë. Këshim pas shef pak me na dhonë një informat pak më të gjanë rreth aktiviteteve që i bënin në xhamin Bedri Kamberi. Po, sigur dhe në xhamit e tjera,
që janë aktive dhe kanë shumë aktivitete dhe xhamia jonë i ka disa prej tyre. Tani vetë se jemi në muajin e bekum të Ramazanit dhe gjatë të Ramazanit, ky është viti 8 që ne do të shtrojmë, që po shtrojmë iftare gjatë tërë këtij muaji të bekuar deri në fund të Ramazanit. Dhe për këtë jam mirënjohës fillimisht kryetarit të Komunës Prishtinës përparim Rama, i cili vitin e kaluar na bëri donacion këtë tendën që e shtrojmë në xhamin tonë, dhe tani është viti i dytë që me këtë tendë po shtrojmë iftare dhe po shërbehen qytetarët në mënyrë të veçantë, studentët, familjet nevojtare, skamnore, familjet me jetim, dhe kushdo që ka nevojë apo kalon e zë rruga aty pari ka xhamia jonë dhe nuk di se ku të bëj iftar, mund të na bashkangjitet, iftarët tona janë të hapura. Dhe në mënyrë të veçantë i falenderoj gjithë ata që po vazhdojnë të kontribuojnë në mënyrë individuale në iftarët tona. A është iftari veç për ata që agjerojnë? Realisht në bazë? Në parim iftari quhet iftar për shkak që ju servohet atyre që janë agjerueshëm. S'kan hongër. Ndërsa darka mund t'ju servohet edhe atyre që janë agjerueshëm. Pra sa e dim, edhe ata që për shembull masit e kryen ata që janë konë agjerueshëm, duket që edhe ata nëse ka dikush mund me natyrisht nëse kemi ndonjë nevojtar që nuk ka pas mundësi të agjeroj për shkak të shëndetit apo është udhëtar apo arsye të justifikueshme në aspektin fetar, natyrisht janë të mirëseardhën. Por edhe nëse kemi dikë tjetër që nuk ka mundësi të agjeroj apo nuk është i kompletuar si besimtar, nuk është i mirë informuar për besimin tonë, mirë po ka nevojë për ushqim, edhe ai mund të na bashkangjitet në sofrën tonë. Natyrisht kemi një fond caktuar për këta të tillët prej sadakës që besimtarëve dhe jo prej parave që ipen për iftare. Prandaj është një sofër e madhe që ka derën hapur për secilin që dëshiron të na bashkangjitet në sofrën e iftarit. Përveç kësaj, kemi edhe aktivitetet e tjera që janë në mënyrë të vazhdueshme jo vetëm gjatë Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit, gjatë tërë vitit. Së paku i kemi 30 familje nevojtare që ju japim pakë ushqimore çdo muaj. Kemi kursin e programimit dhe ky është viti i tretë që po e zhvillojmë kursin e programimit në xhamin tonë, një kurs që zgjat së paku 6 muaj, është kurs falas me 2 trajner profesional dhe një numër shumë i madh edhe i kursistëve që ndjekin këtë kurs. Gjithashtu kemi kursin e gjuhës angleze që zhvillohet dhe organizohet prej xhamisë tonë bashkëpunim me kampin amerikan Bonstill, ku vinë ushtarët amerikanë në xhamin tonë dhe i mësojnë të rinjt dhe treja tona gjuhë angleze, për çfarë jam shumë mirënjohës për këtë fillimisht për këtë bashkëpunim të jashtëzakonshëm, për kontributin, për gatishmërinë e tyre. Gjithashtu kemi menduar me që xhamia jonë është afër ÇKUK-s, kemi menduar t'i japim në shfrytëzim edhe disa lehtësime për qytetarët e vendit tonë, pa dallim besimi, pa dallim nacionaliteti, janë të mirëseardhën dhe ju kemi mundësuar që në katin e dytë të xhamisë kemi një banjë me dush kabin, ku ju mundsojmë pacientëve që nuk kanë kushte të mira në disa reparte në ÇKUK për pastrim, janë të mirëseardhën dhe të mirëpritën, vinë pastrohen në xhamin tonë. Dhe gjithashtu e shohim se shpesh ndodh bashkëqytetarë tonë nga komuna, vende rurale që i kanë familjarët e tyre të shtrirë në spital. Shumë prej tyre i shohim se flajnë nëpër vetura, nëpër korridoret të spitalit dhe ata natyrisht që nuk e bëjnë gjumin si gjumë si duhet dhe edhe kjo kategori e qytetarëve, bashkëqytetarëve tanë janë të mirëseardhën për të ardhur në xhamin tonë dhe për të fjetë. Dhe kemi edhe katin e dytë të xhamisë tonë ku studentët e shfrytëzojnë si bibliotekë, kemi një numër të konsiderueshëm të studentëve, të cilët e shfrytëzojnë si bibliotekë e hapur dhe vinë përgatiten për provimet e tyre. Natyrisht nuk kemi për zgjedhje apo kritere që vetëm një kategori e caktuar mund vijë dhe të tjerët jo, janë të mirëpritur edhe ata që falen, edhe ata që nuk falen, edhe ata që besojnë, edhe ata që nuk besojnë dhe shohim se shfrytëzohet prej gjithë pothuajse. Njëkohësisht kjo mundësi është edhe tek pjesa ku falen gjenia femërore në këndin e xhamisë, brenda xhamisë sonë. Ato brenda është rregulluar shumë bukur edhe me tavolina
me internet, ku kanë mundësi edhe ta kryen faljen namazit, por njëkohësisht edhe të ulen dhe të mësojnë dhe shoh se shfrytëzohet jashtëzakonisht shumë edhe prej gjinisë femërore këndi i tyre si bibliotek dhe ka shumë studentë dhe student që shfrytëzojnë këto 2 kënde të dedikuara për ta, për të përgatit për provimet e tyre. Në veçanti kemi studentët nga Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti Teknik dhe të tjerë, por që dominojnë këto 2 degë të fakulteteve tona, për çfarë lutë Zotin t'ju jap sukses, t'i ndihmoj dhe t'u ashtoj diturinë. Realisht më kujtu thonja pejgamberit alayhis salam kur pyetën kush është më i dashuri tek Zoti, thaj që është më i dobishmi në raport tek njerëzit. Me njerëzit. Do të thonë shërbimi ndaj shoqërisë është prioritet. Është elhamdulillah është dhunti edhe është fat që xhamiat e kryen këtë rol. Është jo gjitha xhamit i kanë kushtet që ka xhamia juve ose xhamit tjera që janë në për qoftë në kryeqytet, qoftë në vende tjera, mirë po. Edhe besoj Hoxha Efendi që ja imamat janë shërbim popullit, ja nuk e di kush. Kur analizon për shembull kontributin e tyre në aspektin e vëdësimit të shoqërisë, rrugës tyre për dukurive negative, angazhimi tyre për m'ja u lehtësu dertë të hallës shoqërisë që i kanë, lagjet ku shërben ata, interesimi për problemet, mu mundu me i pajtu njerëzit në për idhnimet që i kanë nërmet veti. Do të në gjitha aspektet, mendoj që është një bukur një kontribut i madh që nuk se dikush mendon që imamat ose xhallarët e kanë vetëm mu fal dhe u kry. A realisht ata krejt ato çka e shërben është pikërisht mirëqenien e popullatës. Për dëshmon do të thotë aktivitetet që i përmendet të këshillit, po edhe aktivitetet e xhamisë lagjes spitalit. Është Allahu shon që këta shembuj mu ndjek dhe mu përcjell edhe tek tjerë. Besoj që shoqëria ka shumë nevojë për me i ditë të gjona, se këto unë jam i bindur që ajo që ka bëhet prej xhamia, prej imama, prej institucionit basisë islame, është shumë e pak që ka thuhet këtu me realitetin sa kontribujnë. Po, na e dim që jemi të thirrur që jo çdo sen që e bëjmë duhet me tregu. Pikërisht edhe Ramazani këto na mëson që na agjerojmë për hir të Zotit, edhe nuk e din kërkush agjerojmë as agjerojmë. Është sekret mes neve dhe Zotit që veç prej tij e presim shpërblimin, po veprat e mira besoj që është që kanë thonë dietarët, nuk ka të keq që mu tregu me qëllimin që mu nxit edhe të tjerët me vepru mirë. Nëse bëhet me këtë qëllim, edhe mos them reklama, po njoftimi i shoqërisë është i kërkuar që me ditë se është të vepru mirë diçka prej xhamive dhe prej institucionit basisë islame. Për fund, Hoxhi nderuam, kishëm pas shef me marrë ndonjë porosi për juve me teleshikuesit, çka ju kishin drejtu për këtë muaj të bereqetshëm, cilat ishin kanë porositë e juve? Po, ky muaj është muaj i Kuranit. Ka zbrit Kuranin te. Ta shfrytëzojmë, ta lexojmë Kuranin, po dhe të punojmë me te. Nga se një harf, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një shkronjë ka 10 sevape. E sa shkronja ka Kurani, me shfrytëzu leximin e Kuranit. Edhe 2 porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thoni Resulullah, është betu se njeri cili fal, Allah i Gjeleshanu nuk e nënsmon, po e ngrit. Edhe një njeri cili jep, Allah nuk e varfran, po e pasuran. Dhe me thonë sadaka nuk e varfran njerin, po e pasuran. Pendimi, falja, kërkimi halalet, të tjetëri, nuk e ul njerin, po e ngrit. Këto ka bo pejgamberi sa është betun këto 2 premtime, prandaj sidomos këtë muaj Ramazan, edhe para se të himi muajin Ramazan, në qoftë se kem diçka me njëri tjetrin, të lipum halalen, të afrohemi, të nxjerrim ato gjonat se cilat i kemi, xhelozinë, ashpërsinë, shumë gjona në zemra, të vjellëm ato, të mushëm me besim, të mushëm me devotshmëri, të mushëm me rahmet, me bereqet, në mënyrë që agjerimi jon, ibadeti jon, ta merr medaljen
që në ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu na shpërblen me xhenet, që një derë e xhenetit është e krijuar posaçërisht për agjëruesit. Zotin e mundsof me hi për mas lloj derës. Hoxh Labinot, mesazh porosi për shikuesit. Me që ky muaj është muaj jashtëzakonisht i veçantë dhe i zgjedhur prej krijuesit gjithësisë, jo prej njerëzit. Natyrisht që, siç thotë i dërguari i tij Muhamedi alayhis salam, që çdo vepër e mirë në Ramazan shpërblet shumë fish më shumë se jashtë Ramazanit. Prandaj është një kohë ideale, një maraton që duhet të shtojmë veprat e mira, jo fjalët, dhe jo duke u marrë me njëri tjetrin, mos shpenzojmë energji të mirë me njëri tjetrin, po shpenzim e energjisë në vepra dhe në vetmim me Allahun. Sepse kjo reflekton shumë, vetmimi me Allahun ndihmon shumë për me rimar vetveten nëse të ka nisë me dalë prej kontrollit. Nëse lidhja me Zotin tënë është zbej, lidhja me të dhe shpeshtimi lidhjes me Allahun për kujtimi i tij, ndihmon shumë që me reflektu dhe ti me u përmbush në aspektin shpirtëror. Dhe njëkohësisht pastaj kjo përmbushja shpirtërore me nga lidhja me Zotin e madhërum, ndihmon shumë me të dhënë fuqi, forcë, motiv për mu angazhu në veprat mira. E nuk ka vepër më të mirë, para se t'ju ndihmojmë të tjerëve, duhet ta mendojmë vetveten. Para se t'ja lehtësojmë dikujt një barr, një shqetësim, një breng, një nevojë, duhet mendojmë për nevojat që i kemi, për shqetësimet që i kemi, secilin prej nesh kem nevojë që të përmirësohemi. Prandaj nuk ka vepër më të mirë, mendoj, në Ramazan që duhet ta bëjë secili prej nesh, që të i lëm vesë që mund t'i kemi pas jashtë Ramazanit apo deri më tani gjatë jetës. Siç mund të jetë pirja e duhanit, siç mund të jetë mosfalja e namazit, të jetë shkak ky Ramazan, ky muaj kaq i madh, dhe nuk ka problem më të madh që mund ta bëj Zoti për një njeri i cili i kthehet Zotit vet dhe e fillon faljen e namazit. Pra fillimi i faljes së namazit, ta fillosh faljen e namazit në Ramazan, Zoti e shpërblen edhe më shumë se sa po ta fillosh jashtë Ramazanit. Prandaj ata që nuk falen i rekomandoj që t'i kthehen Zotit vetë dhe të fillojnë me faljen e namazit. Ata që kanë telashe me shikimin e tyre, të mundohen në mënyrë strikte që ta ruajnë shikimin për hir të Zotit dhe kjo t'ju bëhet shprehi ruajtja e shikimit edhe jashtë Ramazanit, nga se qëllimi i Ramazanit është na disiplinoj në raport me vetveten, në raport me krijuesin, në raport me krijesat. Prandaj jemi prej atyre që nga ky Ramazan nuk marrim vetëm distancimin nga ushqimi dhe pija, por e marrim qëllimin për çfarë edhe Zoti na ka urdhëruar të agjërojmë, pra të marrim devotshmërinë, dhe devotshmëria arrihet duke ruajtur veten nga mëkatet dhe duke u përkushtuar rrugës së Zotit dhe duke qenë i dobishëm për gjitha krijesat. Lash Zoti që me të vërtet dalim nga ky muaj më të devotshëm, më të dobishëm raport mas pari me veten tonë, pastaj me familjen, me shoqërinë, se me Allah gjithashtu këto e dëshiron për njëri. Zoti ju shpërbleft të gjellar për këto që thatë, Zoti e pranoft çdo fjalë, çdo shkronjë atë që e dhat për teleshikuesit tonë. Allah na bof që me të vërtet gjithmonë t'i shërbejnë të mirës deri në frimarrjen e fundit sa dalim për kësaj bote. Zoti ju shpërbleft. Teleshikuesit të nderuar, Zoti ju shpërbleft për durimin që patët me na ndjek. Mbeshin e mëshirën Allahu xhaleshanu, takojmë në emisionin tjetër.